Të vrasësh në emër të gjakut është një histori e gjatë në Shqipëri. Nuk do merremi me ligjet e kanunit apo me rregullat që rrjedhin prej saj, apo të rinjtë e të vjetrit, të cilët janë të fiksuar për të ndjekur zakonin. Do flasim në veçanti për atë që konsiderohet një ndër dosjet më të nxehta të nxjerra nga SPAK në javën e fundit. (10 prill 2012), policia britanike do të njoftonte se kishte gjetur një viktim, Agim Hoxha, 29 vjeç, banori i Crybury Place, Southampton. Trupi i tij gjendet në një Mercedes të djegur në Kilworth Drove, mes orës 1:30 të mëngjesit. Dyshimi i policisë ishte se besonte se ai ishte vrarë përpara se makina të digjej. Makina kryesore kudo që ishte një Mercedes C200 CDI ngjyrë argjendi. Mirë po kishte një makinë të dytë, e dyshuar, një Ford Mondeo ZX. Policia nuk e kishte gjetur në atë kohë dhe kërkonte ndihmë nga publiku. Detajet që dha në fakt policia britanike aso kohë ishte se Agim Hoxha ishte në Mbretërinë e Bashkuar për rreth 12 vite, duke kaluar 8 prej tyre në Southampton dhe pjesën tjetër në Londër. Punonte si shofer vinçi në kantier ndërtimi. Ishte i njohur si një djalë shoqëror i cili luante futboll në një ligë lokale të dielave dhe frekuentonte palestra. Familja e tij shpreh se ishte një person pa probleme dhe nuk mund të kuptonin pse dikush do t'i bënte një gjë të tillë. Hetimi drejtohet nga detektivja Rachel Farrell, e cila në fakt nuk gabonte asnjëherë. Pak më vonë, ajo do të zbulonte të gjitha arsyet e vrasjes dhe provat e kësaj ngjarjeje të rëndë. Mediat serioze në Angli shkruanin aso kohë vetëm variantin e policisë, edhe pse ajo e dinte fare mirë që kishte të bënte me një tjetër arsye. Independent i datës 13 prill shkruan: Agim Hoxha, 29 vjeç, një shofer vinçi nga Cranberry Place, Southampton, gjendet në një Mercedes të djegur në Kilworth Drove, mes orës 1:30 të mëngjesit të smartës, më 10 prill. Zyrtarët besojnë se ai gjithashtu ishte një futbollist i apasionuar dhe kishte vdekur përpara se të shpërthente zjarri. Familja e tij kishte dhënë një deklaratë duke i bërë omazhe duke thënë se vdekja do të lërë një përshllëk të madh. Hetuesit ishin në ndjekje të lëvizjeve të Mercedesit të tij ditë përpara vrasjes së zotit Hoxha. Ata kanë marrë leje shtesë deri mëngjesin e sotëm për të vijuar marrjen në pyetje të një burri 36 vjeçar të arrestuar si i dyshuar për vrasje. Çdo kush që ka parë Mercedesin ngjyrë argjendi 2 dyer model C200 CDI gjatë periudhës së Pashkëve lutet të kontaktojë policinë. Policia po ashtu po përpiqet të gjejë një makinë të dytë që besohet se i përkiste viktimës. Shefja e timeve, detektiv Rachel Farrell, që po drejton hetimet, tha se Agimi kishte një makinë të dytë dhe po përpiqemi ta gjejmë, pasi besojmë se mund të jetë e rëndësishme për hetimin ton. Është një Ford Mondeo ZX ngjyrë gri. Besoj se mund të jetë parkuar diku në rrugët e Southamptonit dhe i kërkojnë njerëzve të hapin syt dhe të na njoftojnë nëse e shohin ose e din ku ndodhet, sepse mund na ndihmojë për të zbardhur këtë krim të tmerrshëm. Gjithashtu duhet dëgjojë nga dikush që e ka parë Agimin gjatë periudhës së Pashkëve përpara vdekjes së tij. Dhe zbardhja, pas informacioneve të duhura, erdhi menjëherë. E në këto raste smira për pasuri, smira për atë që qoftë edhe shoku jot ka, të çon drejt një fundi të tmerrshëm. E vrau dhe e dogji, dhe më pas mori pjesë edhe në ceremoninë mortore. Bëri sikur u pikëllua. Dhe nuk rezultoi si mendoi më parë. I dyshuari 36 vjeçar lirohet dhe vjen një tjetër arrestim. Arben Leshi, i cili kishte banuar në rrugën Onslow në Southampton, ndalohet në Rom, Itali, më 11 maj të po atij viti në lidhje me vdekjen e Agim Hoxhës. Operacioni Wedgwood i policisë britanike, ose më saktë, pyka e drurit, kishte zbuluar vrasësin. Policia bëri të ditur se Leshi u shoqëruar për në Mbretërinë e Bashkuar nga oficerët britanik. Seanca e shkurtër
në gjykatën e magjistraturës në Southampton shtyhet që në filles dhe Leshi del përpara gjykatës lartë në Winchester më 28 maj të po atij viti. Policia ishte e sigurt në bazë edhe të shumë provave dhe gjurmëve të lëna në makinën e vrasjes se ai ishte autori, ndërsa familja e të ndjerit shokohet. Fakti ishte i tillë. Vrasësi ishte ndihmuar nga viktima për të ardhur në Angli dhe njoja ishte Burrelli. Një vit më vonë vjen edhe dënimi. Arben Leshi dënohet me burgim të përjetshëm me një afat minimal prej 32 vite shpatë drejt lirie me kusht në gjykatën e lartë në Winchester. Përveç kësaj, një afërm i tij, Afrim Leshi, 27 vjeçar që banonte në Onslow Road, Southampton, shpallet gjithashtu fajtor për pengim të drejtësisë dhe dënohet me 4 vite burgim, të cilat do t'i vuante në të njëjtën kohë me dënimin kryesor. 36 vjeçari Afrim Leshi nga Shirley Road u shpalli pafajshëm për vrasjen e Hakim Hoxhës, por pranoi fajsinë për pengim të drejtësisë. Trupi ishte gjetur kur zjarfiksit ishte thirrur për një Mercedes që po digjej. Ai ishte rrahur për vdekje në një apartament në Shirley. Aso kohë, detektivi britanik Scott Clark do t'informonte publikun. Ne mirëpresim vendimin e sotëm për fajsinë ndaj Arben Leshit dhe shpresojmë që kjo të sjellë drejtësi për familjen e Hakim Hoxhës. Ky gjyq ishte kulmi një hetimi të gjatë dhe të kujdesshëm që përfshiu mbi 100 oficerë dhe punonjës policie. Në fillim të hetimit kishim një viktim të pa identifikuar pas ken krimi, pa armë dhe pa të dyshuar të menjëhershëm. Zhvilluam një rrjet informacioni brenda komunitetit shqiptar dhe ndërtuam një zinxhir provash që çoi hetuesit në Shqipëri dhe më pas në Itali, ku u arrestuar Arben Leshi. Shpresojmë që ky dënim të tregojë për të gjithë, pa dallim komësie, se nëse bëhet fjalë për një viktim krimi në Hampshire, ne do ta hetojmë seriozisht dhe profesionalisht. Vendosmëria jonë për sjellë drejtësi nuk njeh kufi kombëtar. Nëse përpiqesh të shmangësh arrestimin duke lënë vendin, ne do të përdorim çdo mjet për të gjetur. Antarë të disa komuniteteve mund të hezitojnë të bashkëpunojnë me policinë britanike për shkak të përvojave negative në vendet e tyre, por dua t'i siguroj se ne i trajtojmë seriozisht të gjitha krimet kundër tyre. Edhe pse Afrim Leshi u shpalli pafajshëm për vrasjen e Hakim Hoxhës, ai pranoi se ndihmoi në fshehjen e trupit dhe u dënua për pengim të drejtësisë. Megjithatë, ndoshta kurrë nuk do ta di motivin e saktë për vrasjen, jemi të bindur se ajo kishte lidhje me përfshirjen e Agimit në tregtinë e drogës. Dënimi sot jep një mesazh të qartë për të gjithë ata që përfshihen në krimin organizuar apo tregtinë e drogës. Do t'ju ndjekim dhe do t'ju sjellim përpara drejtësisë. Po në Britaninë e Madhe, pas detektivit në përfundim të gjyqit, doli për media familja e viktimës. Deklarata e familjes ishte e tillë. Ajo që familja jonë kërkonte ishte drejtësi për vrasjen e Agimit dhe sot kjo drejtësi realizohet. Falenderojmë policinë e Hampshire për profesionalizmin dhe mbështetjen që treguan gjatë gjithë hetimit. Vdekja e Agimit ka lënë një zbrasti të madhe në zemrat dhe jetën e nënës babait, familjes në Shqipëri dhe të afërve të ngushtë në Mbretërinë e Bashkuar. Kushdo që e njihte dinte që ishte një person i jashtëzakonshëm plot mirësi dhe ngrohtësi. Pa marrë parasysh me çfarë ishte i përfshirë, ai nuk e meritonte ta humbte jetën në këtë mënyrë, aq herët dhe në një moshë kaq të re. Agimi nuk do të harrohet kurrë dhe gjithmonë do të jetë në zemrat tona. Pas këtyre fjalive, nisi një gjakmarrje pa kufi, duke qartë që gjithçka kishte ndikuar në mënyrën se si ata e kishin dashur të afërmin e tyre. Deklarata e tyre ishte, pavarësisht se në çfarë ishte i përfshirë, nuk e meritonte atë vdekje. Sikur vrasja të ndodhte në Burrell, mbase askush nuk do të hetonte aq thellë. Mirë po, këtu kemi të bëjmë me hetuesit anglez, të cilët duhet të themi që mund të tolerojnë trafiqe droge. Mund të bëjnë sikur nuk i shohin shqiptarët kur ata merren me këtë trafik. Ama çdo vrasje që ka ndodhur aty është zbardhur gjithmonë. Edhe kjo do zbardhej. Por cili është ndryshimi midis një vrasjeje të ndodhur në Britaninë e Madhe dhe trafikut të drogës? Në trafik, policët britanik tolerojnë. Ata kuptojnë thelbin si në çdo vend perëndimor. Droga shitet në momentin që ka përdorues dhe kujdesen vetëm për ata që shesin drogë të mos jenë problem për komunitetin. Në rastin që janë të dhunshëm arrestohen.
Po kur vjen fjala për vrasje, atëherë angazhohen të gjithë për të gjetur vrasësin dhe për t'i dhënë një dënim. Në gjitha rastet kur janë përfshirë shqiptar në një vrasje, qoftë si vrasës, qoftë si viktim, çdo rast është zgjidhur 100%. Pra ka 0 çështje të pazgjidhura. Kështu do të ishte edhe për këtë rast, sepse në rastet e vrasjeve, veçanërisht kur janë të rënda dhe tronditse për komunitetin, policia britanike demonstron një angazhim të jashtëzakonshëm. Rasti i vrasjes së Agim Hoxhës është shembull domethënës mbi 100 oficerë dhe punonjës të policisë që përfshihen në tim për të identifikuar viktimën, për të ndërtuar zinxhirin e ngjarjeve dhe për të ndjekur autorin në disa shtete, deri në arrestimin e tij në Itali. Kjo tregon përkushtim institucional për të sjellë drejtësi në rastet e krimeve kundër jetës. Megjithatë, ky nivel mobilizimi nuk është i njëjtë kur bëhet fjalë për trafik droge apo krime të tjera që ndonë më pak të dukshme ndikojnë në sigurinë e komuniteteve. Hetimet për trafikun e drogës shpesh janë të ngadalta, më selektive dhe nuk përfshin të njëjtin numër forcash apo burimesh. Kjo ngre një pyetje të rëndësishme për prioritetet dhe politikat e ndjekjes penale. A shihet një jetë e humbur si më e rëndësishme se sa ndikimi i përditshëm i rrjeteve të drogës në lagje dhe të rinj, apo kjo në Britaninë e Madhe ndodh vetëm me shqiptarët? Edhe pse është e kuptueshme që vrasjet kërkojnë reagim të shpejtë dhe të fuqishëm, krimi organizuar përfshirë trafikun e drogës shpesh është në rrënjë të gjithë tragjedive të shqiptarëve në Britaninë e Madhe. Pra në 2012 ju kujtojmë që aso kohë pak shqiptar kishte të përfshirë në trafik droge në Britani. Viktima Agim Hoxha, 29 vjeçar, ishte i njohur si punëtor i ndershëm, futbollist amator dhe me një imazh të njeriu të thjeshtë. Një shofer vinçi që punonte në kantieret në ndërtimit të Southamptonit dhe kishte ndërtuar reputacion të një njeriu të respektueshëm dhe të sjellshëm. Jeta e tij e përditshme duke e zakonshme, punë në ndërtim, futboll të djelave, palestër, takime me miq britanik, ndërsa vrasja bëri edhe një përshtypje të madhe. Pas kësaj fasade, fshihej një realitet krejt tjetër. Një realitet që u gjet pas hetimeve që bëri policia angleze. Agim Hoxha dyshohej të ishte i përfshirë në aktivitetin e trafikut të drogës. Pavarësisht pamjes së jashtme të një jete normale, autoritetet gjetën rezultate se ishte pjesë e një rrjeti kriminal që operonte në zonën e Southamptonit dhe më gjerë. Por pse miku i tij i ngushtë e vrau? Cili do të ishte motivi? Anglezët nuk nxitojnë për të nxjerrë përfundime duke lënë të paqartë këtë motiv, ndërsa shqiptarët kanë gjithmonë një përgjigje. Një grabitje pasi në banesë kishte shifra teje të larta monetare të fituara nga trafiku i drogës. Ajo që njihet në historinë e sjellë në Shqipëri është e tillë. Ai e kishte ndihmuar vrasësin të shkonte në Britaninë e Madhe dhe e ndihmonte dhe të kishte ndonjë punë në rrjetin e drogës ku ishte i përfshirë. Por ky i fundit nuk fitonte, me sa duket aq sa mendonte dhe thurri një plan si ta ekzekutonte për t'i marrë paratë dhe drogën që ai kishte në banesë. Pasi e kishte torturuar dhe vrarë në banesën e tij, u përpoq të fshite trupin dhe për këtë thiri një të afërm ta ndihmonte. Aty bëri akoma më keq. E dogji trupin. Çështja ishte se kujtonte se mund t'ia dilte të fshinte gjurmët. Dhe ku? Aty ku teknologjia në fakt është aq e lartë sa nuk mund të fshesh asgjë. Me veprimin e tij, ai hapi një kalvar të gjatë aktesh të tjera kriminale. E pas kësaj historie do fillonte kalvari i gjatë i një akmarrje. Ajo nuk ndodhi aty për aty. Ndodhi jashtë vëmendjes së opinionit publik, në fshatrat të Burrelit. Atë ku askush nuk e besonte se vinte pikërisht si rezultat i një marrje gjaku. Familja e tij kërkoi vetëm një gjë, drejtësi. Ata bën thirrje që autorit të gjendët të dënohet dhe të marrë atë që i takon sipas ligjit. Për ta, dënimi kapital do të ishte një zgjidhje e drejtë, një reflektim i dhimbjes së humbjes dhe i asaj që në sytë e tyre përbën drejtësi të merituar. Në shumë shoqëri moderne, kjo është ajo që pritet, që shteti të veprojë dhe t'jap drejtësi përmes sistemit ligjor. Por jo të gjithë mendojnë kështu, sepse ndonjëherë, ndonse rritesh në një vend si Anglia, nuk mund të shkëputesh kur nga rrenjët e tua. E nëse je lindur në Burrel apo në ndonjë vend tjetër të thellë të Shqipërisë, nuk ndjek vetëm ligjin e shtetit ku jeton, por edhe kanunin. Ose më saktë, je i detyruar për një gjë të tillë.
Për disa njerëz të afërm me viktimën, drejtësia ligjore nuk mjafton. Ata me sa duket nuk pan vetëm një vrasje, pan një poshtërim, një sulm mbi nderin dhe familjen, dhe për ta hakmarrja nuk është krim, është detyrim. Ata nuk kërkuan më që sistemi t'i jap drejtësi. Ata vendosin të marrin vet hak. Fjalët që u përhapën ishin të qarta, 7-1. Vrasja e tij do të paguaj me 7 të tjera. Ky nuk ishte thjesht një zemërim, ishte një reagim duket i koduar, i rrënjosur thellë në mentalitetin e një brezi që rritet me bindjen se nderi shlyhet vetëm me gjak. Kjo është përplasja midis dy botëve. E një ligji që kërkon drejtësi dhe ajo e zakonit që kërkon hak. Një luftë e vjetër që ende sot shqiptarët e respektojnë, çështja është se ndonjëherë mes tyre vëriten të pafajshëm dhe erdhi vrasja e parë. I zihet prit Xhavit Lleshit nga persona të cilët me siguri më parë kanë patur informacion në lidhje me lëvizjet e tij, teksa ai zbriste pranurës nga njëra anë e rrugës që qellohet me breshëri mbi mjetin tip Benz me cilin lëvizte viktima. Moria e madhe e plumave të një Kallashnikovi që kapin trupin e viktimës i shkaktojnë atij vdekjen e menjëhershme. Ishte 49 vjeçar. Për ata që nuk mund ta kenë parasysh vendin ku ka ndodhur kjo ngjarje, mund të shpjegojmë se është një vend pa lëvizje, sidomos në atë orë kur ka ndodhur vrasja. Autorët që mendohet se në atë ditë ishin 3 nuk e kishin të vështirë të largoheshin nga vendngjarja pa u pikasur nga askush për shumë arsye. Shumë afër ndodhet një pyll i madh me dushje dhe ka një rrugë që të nxjerr në anën tjetër të rrugës nacionale dhe që të çon në Rrëshen dhe jo në Burrel. Të mendosh se vrasja u mësua më shumë se një orë me vonesë nga ku kishte ndodhur, pasi në këtë rrugë nuk ka lëvizje makinash. Për sa i përket të shtënave me armë, breshëria automatikut në këtë vend nuk është e pazakonshme, për arsye se nga banorët mendohet se janë gjatar të zonës. Viktimën e gjeti shoferi një automjeti që udhtonte nga Bruçi drejt Burrelit dhe ka parë mjetin që kishte devijuar nga rruga dhe është ndaluar. Aty ai ka zbuluar makinën me trupin e Xhavit Lleshit dhe ka lajmëruar policinë. Edhe sikur autorët të mos kishin arritur dot objektivin dhe vetëm ta kishin plagosur koha e gjatë pa ndihmë mjekësore, do ta bënte të pashpresë çdo gjë. Gjakderdhja do të ishte e paevitueshme. Policia kreu detyrën si në rastet e tilla duke kontrolluar në zonë, por shumë kohë pas vrasjes. Gjurmoi për ndonjë shenjë të gomave të makinave me zona të pashkelura, por nuk arriti dot asgjë. Thjesht u kqyr vendngjarja dhe rezultoi për të paktën 22 gëzhoja të gjetur aty. Kjo ishte vrasja e parë, por për policinë nuk ishte autor. Ajo shoqëroi personat e familjes që ishin në hasmëri me ta dhe nuk rezultoi që ndonjë prej tyre të kishte përdorur armë. Komuniteti tashmë e dinte se gjithçka kishte ndodhur për vrasjen e Southamptonit. Po a e dinte policia dhe prokurori çështjes një gjë të tillë? Por kjo nuk mund të ishte kaq e vështirë, edhe pse duhet të vononte një hetim i hollësishëm për një gjë të tillë. Por mos harrojmë, aty jemi në Burrel dhe jo në Southampton. Saga sapo kishte nisur, si ndonjë histori për të cilën as kohë në Shqipëri, as media dhe as opinioni publik nuk do të kishte asnjë interes. E në numrin e viktimave janë edhe të moshuar. A do të kishin fuqi ata që të merrnin gjak? A ishin ata të rrezikshëm për familjen me të cilët ishin në hasmëri? Apo thjesht u vranë se ishin numër në emër të gjakut? Po andalohet gjakmarrja që me vrasjen e parë. Po, mundet, por vetëm nëse ka ndërhyrje të menjëhershme, të qartë dhe të besueshme në 3 nivele, nga shteti, nga familjet e përfshira dhe nga komuniteti që i rrethon. Në shumicën e rasteve të gjakmarrjes arsyeja pse ndodhi nuk është thjesht hakmarrja, por mungesa e besimit tek drejtësia zyrtare. Nëse shteti vepron menjëherë pas një vrasje, e kap autorin pa vonesë, e dënon publikisht dhe rënd dhe komunikon qartë veprimin e vet. Atëherë familja e viktimës ndjen se drejtësia u bë dhe motivi për hakmarrje fillon të zbehet. Por kur ndëshkimi është i vonuar dhe i paqartë, atëherë lind pyetja. Po nuk e ndëshkoi shteti. Kush e ndëshkon? Kjo është postulat. Por problemi është se shteti anglez veproi, por sërish familjet shkuan në gjak. Atëherë shteti shqiptar ishte apatik dhe i la të vrideshin. Shoqëria po e po dhe askush nuk u përpoq të ndërhynte. Në këto raste, komuniteti mund të ndihmojë për parandalimin e gjakmarrjes. As kjo nuk u bë. Dhe vim tek vrasja e dytë.
sepse gjakmarrja nuk është instinkt, është zgjedhje e vështirë e nxitur nga të tjerët. Maj 2017. Atëherë kur kujtoi se gjithçka kishte përfunduar dhe palët do të mjaftoheshin me një barazim viktimash, një mbrëmje të diele persona të pa identifikuar edhe sot, edhe ata si në vrasjen e parë, ekzekutuan me breshëri automatiku Hajredin Leshin, 60 vjeç, pranë banesës së tij në fshatin Rukaj Mat. Autorët e krimit këtë radhë kishin qëndruar jashtë shtëpisë, e kanë thirrur në emër sikur të ishin fqinjët e tij. Ata e kanë nxjerrë viktimën në obor. Sapo ai është afruar ndaj tij është hapur zjarr me armë automatike, duke e lënë të vdekur në vend. I biri del nga shtëpia dhe gjen të atin 60 vjeçar të vrarë në oborin e shtëpisë. Lajmëron policinë. Kjo e fundit shpjegoi thjesht për mediat se në sallën operative të komisariatit policisë Mat mbriti një telefonat rreth orëve të mbrëmjes nga djali i viktimës, i cili raportoi se në fshatin Rukaj personat pa njohur me një automjet më vran babain. Policia niset në vendngjarje. Sërish bëri vetëm një hyrje të vendit të ngjarjes. Asgjë më tepër. Një numër i lartë gëzhojash u gjet në banesë, pasi sulmi ishte i kryqëzuar. Dyshimi kryesor lidhej sërish me gjakmarrjen dhe sërish u shoqëruan vetëm anëtarë të familjes në hasmëri që ndodheshin në Shqipëri për të marrë në pyetje. Pas alibive, edhe ata u lanë të lirë. Kjo ishte një vrasje e dytë për familjen Leshi, ndërkohë që sërish media dhe opinioni publik nuk e kishte në asnjë qendër të vëmendjes. Thjesht i dukej si një gjakmarrje e ndodhur në zona të largëta. Por pse? Pas goditjes ndaj më të moshuarve të kësaj familje, që shpesh shihen si shtylla morale dhe mbështetësit e traditës, hakmarrja nuk ndalet. Ajo u zhvendos në fokus më të rinj djemt që mund të trashëgojnë përgjegjësinë për të marrë gjakun e derdhur. Por ndryshe nga mënyrat klasike të hakmarrjes së dikushme, ku përballja ndodh haptasi, gjithçka është më e fshehtë, më e ftohtë dhe shumë herë më e pabeth. Të rinjt nuk vriten më ballë për ballë. Ata rrëmbehen në mënyrë tinzare, lihen në kurth dhe në shumë raste ekzekutohen larg syve të publikut. Ajo që e bën më të rënd këtë realitet është mënyra se si vrasësit përdorin rrethin shoqëror të viktimës për të arritur qëllimin. Shokët më të ngushtë, ata që ndajnë me viktimën jetën e përditshme, shpesh blihen, mashtrohen ose shfrytëzohen për të dhënë informacione, ose për ta çuar viktimën drejt vdekjes pa e ditur ai vetë se rreth tij është shitur besim. Ky degradim i hakmarrjes është një mjet manipulimi ku loja bëhet me besë, me shok, me afërsi njerëzore, tregon jo vetëm shkatrimin e jetëve individuale, por dhe rrënimin e çdo vlere sociale në zonat ku këto ngjarje përsëriten. Këtu gjakmarrja nuk është më akt nderi, sipas kodit lashtë. Ajo është kthyer në një instrument frike dhe kudinakëria zë vendin e burrisë dhe pabezia zë vendin e burrave të besës. E fundit që ndodhi i përket një djali të ri. Hetimet thonë se midis shokësh, ai shprehej se do të merrte hak. E kjo ishte arsyeja pse dikush nga brenda e trastoi dhe ja dha në një pjatë argjendi hasmit të tij. E rrëmbyen dhe e vran. Por përse njerëzit inteligjent organizojnë hakmarrje larg qyteteve të banuara? Njerëzit që planifikojnë dhunë shpesh kërkojnë vendet ku ka më pak sy dhe ku mund të shmangin zbulimin e menjëhershëm. Kjo është logjik e thjesht taktik, por jo një arsyetim që e bën të drejtë. Zgjedhja e një vendi të izoluar është pjesë e tentativës për të reduktuar mundësinë e dëshmitarëve dhe të ngjarjeve të pakontrolluara, por kjo rrit gjithashtu shanset e pakta të zbulimit përmes hetimeve. Nga ana tjetër, duke qenë se janë fshatra të thellë, normalisht askush nuk interesohet për këto vrasje. Njeriu që ideoi këtë gjakmarrje është i zgjuar dhe dinat, nuk kërkon bujë, kërkon vetëm hakmarrje. Nuk merr pjesë vetë, thjesht do të kryet gjithçka. Hakmarrja prodhon një cikël dhune që rrënon familjet dhe komunitetet përbreza. Por ai ndërkohë ka një rrjet të madh droge dhe ka para për të përballuar gjithçka. Ai paguan për vrasjet, paguan për çdo shok që kanë shënjestrat e tij për të arritur qëllimin final. Ai di fare mirë se në Shqipëri, për para, sidomos për shifra 50.000 euro e sipër, njerëzit mund të vrasin edhe shokun e tyre të ngushtë. Ndaj ai e di mirë se ku mund të arrijë në finale pa rënë në sy.
Artan Leshi 40 vjeç, shtuket pa gjurmë në nëntor 2017. Këtë radhë hetimet nuk I kishte prokuroria e Burrelit apo e Dibrës, por ajo e Tiranës. Njëria ndodh në Kamës. Fill, ajo dyshoi se mund të ishte ekzekutuar për motive akmarrje. Një prej personave të pyetur nga hetuesit lidhur me shtukjen e tij u shoqërua dhe më pas u arrestua pasi pati kontakte të drejtpërdrajta me të. Ai sqaroi në prokurori se ishte takuar disa herë përpara shtukjes në Laprak dhe Paskuqan, ndërsa në një rast kishte udhëtuar drejt Burrelit dhe ishte kthyer brenda ditës. Ai deklaroi se e kishte takuar për herë të fundit pranë stacionit autobusit në Babru në datën 5 nëntor 2017, rreth orës 11. Mirëpo një tjetër dëshmi tha se I kishte parë disa ditë më vonë të dy bashkë dhe me një të tretë që nuk e njihte. Dëshmia e tij ishte e tillë. Artani iku me makinë me këtë person, Altinin. E prita po nuk u kthye më. E telefonova për numrin më dilte I fikur. Prej atij momenti është zhdukur dhe nuk dim asgjë për fatin e tij. Duke qenë se shtedhasi Altin Murati ishte I fundit që e kishte parë, ndalohet nga policia. Trupi I Artan Leshit nuk është gjetur asnjëherë, por që është vrarë kjo dihet për shkak të një mesazhi të kapur nga ideatori I këtyre vrasjeve. E sistemova të katërtin, thot ai, duke pranuar në mënyrë indirekte se e kishte vrarë edhe Artan Leshin. Pesë viktima në 10 vjet. Për shtetin shqiptar nuk ekzistonte asnjë dosje, asnjë hetim, asnjë gjurmim. Dukej sikur nuk I interesonte fare kjo histori. Ama ajo që ndodhi në burgun e Peqinit do ta rizionte çështjen. Aty e kishte shkatruar shtetin për një arsye. Kishte futur një armë në burg. E një armë në burg është një alarm I madh. Mirë po, herët avon do të gjendet një mënyrë që të çojë tek gjurmët. Për këtë mendoj Spak, por do ta shpjegojmë arsyen më vonë pse. Klevis Leshi, 22 vjeçar nga Burreli, zhduket pa lënë gjurmë 5 gusht 2020. Për 3 vite me radhë, nuk kishte asnjë informacion për fatin e tij. Në shkurt të vitit 2023, erozioni nxjerr në sipërfaqe disa eshtra në shpërthet të mamurrasit. Analizat e ADN-s konfirmojnë më vonë se ato I përkisnin pikërisht atij. Pas më shumë se 2 vite shëtime, më 26 shtator 2025, Spak shpall zyrtarisht autorët e dyshuar të vrasjes dhe lëshon 4 urdhër arreste. 3 prej tyre ekzekutohen menjëherë. Sabanuzi, Samet Loka, të dytë arrestuar në Shqipëri dhe Sajmir Kolaveri I arrestuar në Itali. Sipas Spak, personi që ka porositur dhe organizuar vrasjen e Klevis Leshit është Aurel Hoxha, 36 vjeç. Ai dyshohet se u akmor për vrasjen e të vllajit Agimit. Aurel Hoxha është një biznesmen në Tiranë dhe pronar I lokalit Monopol dhe agjencisë eventeve Elite Event, të dyja me bazë në Myslimshyri. Gjatë kontrolleve nuk u gjet as në apartamente dhe as në bizneset e tij dhe u shpall në kërkim. Ekzekutori dyshuar I vrasjes quhet Sabanuzi. Spak shpjegon se ai mori 50.000 euro për të vrarë Klevis Leshin. Nuzi I mori këto para edhe për ta nxjerrë në prit. Sabanuzi kishte precedent penal. Në vitin 2020 ishte arrestuar nga policia e Burrelit për armëmbajtje pa leje dhe kërcënim, ndërsa në 2012 ishte proceduar për plagosje me armë të 3 personave. Roli I Samir Kolaverit në këtë krim ishte ai ndihmësit dhe ndërmjetësit mes porositësit dhe ekzekutorit. Spak kishte gjithçka në komunikimet e Sky dhe Encrochat. Pra në 3 vrasjet e para, Spak nuk mund ta lidh porositësin me asnjë nga ngjarjet, sepse në atë kohë përdorej telefon dhe jo Sky dhe Encrochat. Hetimet e Spak zbuluan se Aurel Hoxha ishte drejtuesi I një grupi të strukturuar kriminal, që kishte si aktivitet kryesor pastrimin e parave të përfituara nga trafiku I drogës nga Amerika Jugut drejt Europës dhe Shqipërisë. Sipas prokurorisë speciale, paratë e ardhura nga aktiviteti kriminal janë përdorur për investime në biznese të ligjshme, blerje pasurish të paluajtshme dhe të luajtshme. Por pse atë që shteti shqiptar dhe prokuroritë e rretheve nuk e kishin bërë për 12 vite e bëri Spak në të 13-tin vit? Kishte një arsye. Ajo investua shumë për gjetur se çfarë ndodhi në burgun e Peqinit, ku u vrar Ben Leshi, njeriu që kishte nisur këtë sag të ashpër. Njeriu që kreu vrasjen nuk pranon kurse si të tregoj se nga kush u porosit. Mund themi sa të duam se kjo I përket kalvarit të kësaj gjakmarrje. Por kjo
është vetëm në mend. Kur nuk e prova, nuk mund të akuzosh dikë, edhe pse mund të dish fare mirë që është porosia e tij. Por ajo që ndodhi në burgun e Peqinit ishte një alarm edhe për prokurorinë speciale, që pikërisht për këtë arsye filloi të hulumtoi mbi këtë kalvar vrasjesh. Arben Leshi, shtetasi shqiptar i dënuar për një vrasje të rëndë në Mbretërinë e Bashkuar, ekstradohet në fillim të vitit 2017 në Shqipëri, pas një vendimi të autoriteteve britanike. Ai ishte dënuar nga drejtësia angleze me burgim të përjetshëm me një periudhë minimale prej 32 vitesh pa të drejtë lirimi me kusht. Pas ekstradimit në Shqipëri, dënimi i tij konvertohet nga drejtësia shqiptare me burgim të përjetshëm, në përputhje me legjislacionin vendas. Megjithatë, në ndryshim nga sistemi penal britanik, ku ai nuk do të kishte të drejtë për rivlerësim të dënimit përpara përfundimit të 32 viteve, në Shqipëri kodi penal do ta lejonte atë një rishikim të dënimit pas 25 viteve burg. Ky ndryshim kishte hapur një debat rreth mënyrës së trajtimit të dënuarve të rrezikshëm të ekstraduar në Shqipëri, sidomos kur vendimi origjinal i një gjykate tuaj parashikonte një regjim më të rrept vuajtje të dënimit. Megjithatë, Arben Leshi nuk do ta arrinte ta merrte këtë të drejtë për dalje nga burgu. Ai ekzekutohet aty. Më 15 dhjetor 2023, në zonën e regjimit të brendshëm të burgut të sigurisë së lartë në Peqin, Arben Leshi qellohet me armëzjarri nga i tjetër i burgosur, Sokol Mjacaj, gjithashtu i dënuar me burgim të përjetshëm. Nga të shtënat mbeti i plagosur dhe një burgosur tjetër, Indrit Shaqja. Hetimet kanë vazhduar me pista që sugjerojnë se arma ishte futur brenda javësh brenda institucionit dhe ekzistojnë dyshime për vrasje me pagesë, bashkëpunim të brendshëm dhe shmangje të kontrolleve. Sokol Mjacaj dyshohet se armatosi veten me armë brenda burgut para afërsisht 20 ditësh nga ngjarja dhe kishte konflikt me Leshin. Hetuesit nuk e përjashtojnë pistën e vrasjes me pagesë, pasi Leshi ishte prej familjes që kishte një histori akmarrje dhe Mjacaj nuk ka dhënë ndonjë arsyetim bindës për motivin. Një pjesë e stafit burgut, përfshirë drejtorin dhe disa punonjës, u ndaluan dhe janë në hetim për shpërdorim detyre, sepse kontrolli i armëve, skaneri i hyrjes apo kamerat nuk funksionuan siç duhet. Ky ishte i pesti. Provat tregojnë për tjetër gjë, ama të gjithë dinë se kush mund të jetë një porositës. Saga nuk ka përfunduar ende. Por çfarë terrori mbjell në raste të tilla në një sag gjaku? Leshi u vra në qelinë e tij në burgun e sigurisë së lartë të Peqinit më datën 15 dhjetor 2023. Por trupi i tij u mbajt në morg për muaj me radhë, pasi familjarët nuk tërhiqnin dhe nuk kryenin ceremoninë e varrimit. Arsye kryesore e refuzimit nga familjarët ishte frika një akmarrje të mëtejshme dhe kjo dije i haptazi. Por për të qenë korrekt, kishte edhe një refuzim për shkak se familjarët kanë mohuar se viktima është Leshi, gjë që ka vonuar identifikimin zyrtar dhe procedurat e varrimit. Për shkak të kësaj, institucionet shqiptare që përfshinin Institutin e Mjekësisë Ligjore, Zyrën e Prokurorit Elbasanit dhe Bashkinë e Peqinit u detyruan të ndërhyrnin për të marrë masa ligjore që varrimi të kryej edhe në mungesë të veprimtarisë së familjes. Edhe pse Bashkia Peqin refuzoi disa herë për ta bërë një gjë të tillë, më në fund u detyrua për shkak të ligjeve në fuqi. Sokol Mjacës, prokuroria i ofron një bashkëpunim. Mos harrojmë që mund të marrë një burgim të dytë të përjetshëm, e sërish i jepet një mundësi për 35 vite burg, vetëm të tregoj se kush e futi armën dhe kush e porositi këtë vrasje. Ai mohon çdo gjë, pranon të jetë në BIS 41 në 2 vitet e ardhshme. Dhe prap nuk e tregon. Këtu prokuroria vazhdon të hulumtoj. Ashtu siç e keni ndjekur deri tani, njeriu që organizonte gjithçka ishte i zgjuar. Nuk bënte zhurmë, por me atë që bëri në Peqin, ishte çështje kohe që dikush të interesohej për të. Prokurori special hodhi syt nga kjo dosje që e kishin harruar të gjithë. Vrasja e fundit brenda burgut të Peqinit ka shkaktuar një tronditje të fortë për sistemin e vuajtjes së dënimit.
Përtej dyshimeve për korrupsion dhe mangësi në procedura, rreziku më i madh që del në pa është fakti se një armë u përdor brenda ambienteve të siguruara, një fakt që sfidon të gjitha protokollet e sigurisë dhe shqetëson publikun. Në Shqipëri ka patur shpeshherë trazira dhe revolta në përburgje. Mjafton një ngjarje vetme për të ndezur tensionet. Prania e një arme brenda institucionit nuk do të thotë vetëm kërcënim për jetën e të burgosurve, por edhe rrezik serioz për gardianët dhe stabilitetin në burg. Një mjet i tillë mund të aktivizojë mekanizma sigurie dhe të shkaktojë një efekt domino të paparashikueshëm. Rasti i Mjacaj hedh dritë mbi natyrën e këtij problemi. 2 persona me dënime të rënda, njëri dënuar me burgim të përjetshëm për një vrasje të rëndë dhe tjetri për vepra të tjera, dyshohen të kenë bashkëpunuar në një ngjarje e cila i tronditi të gjithë, sepse nuk u krye në rrugë, por brenda në burg. Kjo ngjarje vuri në pikpyetje jo vetëm sigurinë fizike të burgut, por dhe menaxhimin dhe kontrollin që ushtrohet brenda tij. Sipas informacioneve të hetimit, Mjacajt i ishte premtuar një reduktim dënimi në këmbim të zbardhjes se si ishte marrë arma dhe kush e kishte porositur. Ai megjithatë duket se ka refuzuar të jap këtë lloj bashkëpunimi duke mbajtur përgjegjësinë për veprimin e tij dhe duke pretenduar se veprimi ishte akmarrje. Hetimi vazhdon dhe janë prokurorët që po hetojnë edhe rolin e personave të tjerë. Është e qartë që për të futur një armë brenda burgut duhet funksionojë një rrjet relativisht i strukturuar, prandaj nëse kjo vërtetohet, përgjegjësia shtrihet përtej këtij individi. Kjo ngjarje godet imazhin e burgut Peqinit që njihet si një prej institucioneve me masa më të ashpra sigurie në vend. Ajo ngre një pyetje të madhe për efektivitetin e kontrolleve, për mundësinë e kontrabandës brenda ambienteve të mbyllura dhe për transparencën e procedurave disiplinore dhe hetimore. Ndaj kemi të bëjmë me një firmë të dyshimt sigurie e cila ka fituar këtë tender. Gjithçka që ju treguam ishte në emër të gjakut. Po a duhet deri këtu? Historitë kanë ndodhur. Ne vetëm ritregojmë. Çdo kush mund të bëjë një analizë të tij. E mund të mendoj në të gjithë këtë kalvar të madh, ngjarjesh të cilat nëse spak nuk do t'i zbardhte, do të vazhdonin ende pafund. Natën e mirë dhe paçifate.